dhe emocionit që kanë përshkruar tifozët. Pak më parë, tifozë spanjoll na tha se ndihet shumë krenar për lojën e Lamine Yamal, ai i cili 19 vite më parë mbaj në ndërsa sot është ai që ndoshta do të pensionoj legjendën e futbollit jo vetëm Argentinas, por aty botror. Kemi këtu edhe tifoz Argentinas. Hello sir. How do you feel? How do you feel? How do you feel? Oh, it's fun watching the game. This is my first time watching the World Cup. I'm from the United States, but it was really cool to see that everyone here is a lot of fun to watch the game. How do you feel? Are you feel sad? A little bit. I was rooting for Argentina. I thought their goalie was awesome, but he didn't have enough offense to help him out. But Spain deserved to win, but it was a good game to watch. Thank you so much. You're welcome. Një tifoz I cili për herë të parë ndjek nga Tirana ndeshjen e botrorit, padyshim edhe finalen. Congratulations Spain! Congratulations! How do you feel? Very, very, very good! Very good! Congratulations Spain! Woo! Messi out! Messi out! Messi out, congratulations for Spain. Ishin këto komente që morëm nga I tifoz I cili e ka përjetuar jashtëzakonisht shumë këtë finale, padyshim I emocionuar për ndeshjen, por dhe mbi të gjitha për golin. Yamal pritej që të kishte një gol, por gjithsesi janë gëzuar për fitore. Përshëndetje, si ndihesh? U mërzitet? Jo fare! Se Se lojë është sot mërzitet. E kemi shef shumë Spanjën, pse të mërzitet. si du të ndeshja? Spanja dominoi, është ekipi më I fortë botë, prisja. Së shudi, po. Si te? Nuk ishe shpresë apo Jo, jo, shpresa ishte po, Spanja ekipi më I fortë, pa dyshim. Messi tani ka I feel really good. I'm really happy that they won. How do you feel? Very good, very good. Spain deserve it. We knew they're gonna win. We knew it. Tifozë spanjoll, cilët janë të mahnitur dhe të gëzuar nga fitoria e Spanjës, padyshim shprehin emocionet e tyre në këtë le të themi finale të jashtëzakonshme e cila Spanja triumfoi. Kemi edhe këtu të tjerë tifoz me flamuj. Hello, how do you feel? Yeah, really well played to Messi, to Argentina. But Spain today was better. Who is the best player in the game? Who is the best player in the game? Pedri se E vot. po si? Tani nga fulli se kanë ndihmuar shumë. Ai, çfarë? Pedri. Si e prit të ndeshje? Shumë stres, shumë emocion, shumë adrenalinë. Të lumë të besoj për finale fituar pas Europianit vjetë botrori. Pas finales vjetë botrori, besoj që shinukur. Po. E kam përjetuar dhe tifozët shqiptar. Ai se me Italin jam dhe unë. Me Italin? Ja dhe festa e spanjollëve, cilët janë mbledhur pikërisht në këtë fanzon, padyshim të lumtur, të emocionuar, shoh mes tyre lot gëzimi, padyshim dhe festë, flamuj të shumë të cilët valviten në këtë përfundim të ndeshjes. Mirë pire, vazhdojmë nëse kemi të shikojmë akoma atmosferën dhe gjithçka tjetër që ndodh aty dhe në intervistë tjetër do ishte bukur se është shumë interesante kjo atmosferë. How do you feel? How do you feel? I'm so very happy. It is beautiful. It's incredible. Padyshim të lumtur dhe të emocionuar tifozët spanjoll në këtë përjetim të finales. Si e pa ndeshjen? From Palestina, we love you. ¡Los mejores del puto mundo! ¡Los mejores! La ¡The mejor. best! How- ¡The best! Who is the best player in the game? The game. All Spain. Thank you. Të gjithë padyshim lojtarët më të mirë kanë qenë në fushë, kështu që edhe kjo është përjetimi dhe festa e gjithë spanjollëve, por dhe tifozëve mbështetës në këtë kupë bote. Janë emocione të cilat nuk përshkruhen me fjalë, janë vite pritje të cilët tifozët kanë për skuadrën e tyre, kështu që do t'i lojmë të shijojnë gjithë
atmosferë të jashtëzakonshme të krijuar për të paktën 40 ditë edhe në Tiranë, ashtu siç edhe ndodhi në gjithë kompeticionet e tjera.